Edhe pas të afro 60 vjetësh, mbledhja e 81 partive komuniste në Moskë vazhdon të zgjojë interes në shumë aspekte. Ajo mbledhje ishte me rëndësi botërore, po të vërtetat e asaj mbledhje nuk janë thënë ende plotësisht. Komunistët sundonin në gjysmën e botës dhe pikërisht në atë mbledhje mund të thuhet se fitoi rënja e komunizmit. Divergjenca parimore në atë mbledhje do të shfaqen në shumë aspekte. Nga veprat e Enver Hoxhës kemi mësuar për përplasjen e madhe shqiptaro-ruse në atë mbledhje, përplasje që do ta çonte prishjen përfundimtare të marrëdhënieve. Në atë mbledhje merrnin pjesë udhëheqja më e lartë e partisë dhe shtetit shqiptar, Enver Hoxha, Mehmet Sheu, Ramiz Aliaj dhe të tjerë. Një nga personazhet më interesante të mbledhjes historike të nëntorit të 1960-s është padyshim Frederik Gjerasi. Ishte vetëm 27 vjeç në atë kohë dhe me një aftësi të jashtëzakonshme, ishte një ndër 3 përkthyesit kryesor të Enver Hoxhës në mbledhjen e 81 partive. Deri më sot ai nuk kishte folur asnjëherë se çka kishte ndodhur në Sadhën, Gjeorgjevskaj dhe në Moskë. Të vërtetat që thot Federiku në këtë libër janë më shumë vlera për komplimentimin e tablos të asajt që ai me të drejtë e quan dram, por po aq të rëndësishme janë refleksionet që ai bën për ato ngjarje të pashlyeshme dhe për zhvillimin e mëvonshëm. Para disa ditësh, pikërisht më 10 shtator, Frederik Gjerasi mbushi 83 vjeç. Prej disa vitesh ai jeton në SBA, ndërsa këto ditë ndodhet në Tiranë. Shqipëria është vend i vogël dhe në botën e trazuar gjithmonë ka patur nevojë të përkrahet e të mbulohet nga një vend i madh. Historia deshi që pas luftës së dytë botërore për 15 vjet të lidhej miqësinë me Bashkimin Sovjetik, pastaj me Kinën, e më pas nuk ditën të ruaj marrëdhëniet e mira me këtë vend dhe ram në humner. Sot zhvillimi historik ka sjellë Shqipëria me miqësinë me Perëndimin, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati ynë strategjik kryesor. Në Shqipëri i jemi mirënjohës Amerikës, sepse në konferencën e paqes në Paris, presidenti Wilson mbrojti pavarësinë e Shqipërisë, ndoshta i ndikuar nga Bajroni, që i krahasonte shqiptarët me skocezët në trimëri, në veshje e zakon, sepse nga malet e Skocisë kishte origjinën vetë familja e Wilsonit. Në fillim, Hrushovi, sikur nuk kishte mendim të keq për Enver Hoxhën, në udhëheqjen e Bashkimit Sovjetik tashmë ishte krijuar një besim në miqësinë shqiptaro-sovjetike, por Enveri ishte irrituar shumë kur Hrushovi rivendosi marrëdhëniet me Jugosllavinë. Sovjetikët mbase kishin arsyet e veta në atë kohë që të afronin në anën e tyre këtë shtet të madh me popullsi kryesisht slave, që kishin luftuar kundër fashizmit dhe udhëhiqin nga një parti e re që quhej Lidhja Komuniste Jugoslave. Hrushovi po bënte ndërrime në udhëheqjen e vendeve socialiste, ishte dogmatikët, stalinist dhe vinte njerëz që mbështesnin vijën e tij liberale, dhe në këto kushte Enver Hoxha po shqetësoi shumë për fatin e vet, aq më tepër kur Hrushovi rehabilitoi Titonin. Enverit vërtet i uri frika e një rreziku të mundshëm kundër personit të tij. E kishte ngritur në qiell Titonin dikur, por pastaj e shante si askush tjetër, por këtë e pranon vetë Enveri në shkrimet e tij. Kështu te Hrushovianët, ai thotë se Hrushovi donte ta mirte kalan shqiptare nga brenda, se ai luftonte që elementet anti-markist, atje ku ishin në udhëheqje, të vishin në kontrollin e tij dhe atje ku ishin, të sillshin duke eliminuar udhëheqësit e shëndosh, me intriga, me puçe dhe me atentate.